Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu ka ndarë pamje nga Akademia e Forcave të Armatosura, ku gjithnjë më shumë vajzat kanë zgjedhur rrugën e uniformës për të ardhmen e tyre. Vengu shpreh se ato kanë zgjedhur një rrugë sfiduese në Akademinë e Forcave të Armatosura, në auditor apo në fushën e stërvitjes. Forcat e Akademisë së Forcave të Armatosura tregojnë se forca nuk ka gjeni. Sipas studentëve ka ditë të vështira, por nuk dorëzohen. Ka ditë të vështira, ka lodhje, ka prova. Por çdo hap që edhim në afër më shumë me qëllimin ton. Ti je studente ushtarake, do të thotë të mos dorëzohesh. Ti je gati të udhëheqësh, ti je gati të mbrosh. Zgjodha akademinë jo për të treguar që mundem, por sepse besoj tek ajo që dua të bëhem. Lidere, ushtarake, pjesë e një ideali më të madh se vetja. Tu nuk na shikojnë si vajza, tu na shikojnë si studente, si të barabarta, sepse forca jon nuk matet me peshë, matet me përkushtim, me vendosmëri, matet me guximin për të qëndruar të fortë në çdo situatë. Gati, tu, qëndër, dero. Që të vogla na thanë të jemi të kujdesme, të jemi të buta, të qëndrojmë në vendin tonë. Por asnjëherë nuk na thanë që vendi ynë të jetë përpararishti. Ne komandojmë me uniformë, me përgjegjësi dhe me guxim. Jam në ardhmja e Forcave të Armatosura të Shqipërisë. Ndërkohë, një tjetër student në Akademinë e Forcave të Armatosura thekson se ardhmja e Forcave të Armatosura të Shqipërisë është shumë e rëndësishme për të gjithë.